duke e shuar këtë traditë atëre çfarë do bëj shoqëria? Kush do kujdeset për këtë moshën e tretë? Ne nuk e kemi traditë dërgimin e prindërve ose gjyshërve nëpër institucionet kujdesit. Pse kemi? Nuk kemi perëndimi. Perëndimi e ka pas edhe 300 vjet përpara. Kujdesesh e kisha, për ta nuk kujdesesh fëmijët. Pra ti nuk e ke. Dhe ky është një problem, për mua ky është problem shumë i madh. Pensionet dhe ky janë problemet më të mëdha tani për të përballuar. Tani pyetja ime, ju padyshim i prekët të gjitha, po pyetja ime është e tillë, nëse jemi ende në kohë për të tjetërsuar disi situatën dhe nëse deri më sot nuk kanë funksionuar në 100% të formës së vet propozimet apo masat e marra, kjo ka ardhur si pasojë e, po themi, mungesës së profesionizmit ose atyre që e njohin mirë këtë terren edhe mund t'japin kontributin 100% apo të politikave që deri diku edhe neglizhojnë këtë pjesë. Shiko, ne e nisëm këtë bisedë me raportin e Bergjit. Po në dhjetor, mu përpara Krishtlindjeve ka dalë një raport tjetër, më i detajuar, me fokus vetëm e migracionin, i bërë vetëm për Shqipërinë nga Banka Botërore dhe Instat. Dhe ai raport ka ca lajme shumë të mira. Pse ka lajme shumë të mira? E para, po t'i them gjetjet e atij raporti siç folën për gjetjet e këtij raporti.